që jetojnë Saranën gjatë gjithë vitit, ka një normalitet në furnizim sa po fillon invazioni i turistëve dhe i vizitorëve që natyrisht janë më shumë se sa të mirë se ardhur, fillon edhe rënja e furnizimit. Kjo do të thotë që ne nuk kemi asnjë rrugë tjetër përveç se të riinvestohemi për të bërë një investim të veçantë, specifik, madhor për gjithë këtë zonë, sepse në ndërkohë ajo që po shohim janë projekte të reja nga investitor dhe arkitekt që do të arrisin shumë edhe cilësinë e turizmin në Sarandë, por njëkohësisht që paralajmërojnë prurje të reja dhe më të mëdha turistësh dhe vizitorës, që patjetër do të thotë shumë më tepër ekonomi, shumë më tepër të ardhura, shumë më tepër investime nga bashkia, por do të thotë njëkohësisht dhe një përgjegjësi e madhe, sepse do ketë akoma më tepër nevojë për ujin e pishëm dhe për një furnizim cilësor me ujë të pishëm gjatë pikut sezonit në të gjitha orët dhe jo vetëm me oraret kufizuara. Kështu që desha ta them këtë që në fillim, që të jemi të qartë. Por në ndërkohë nuk dua të flas për projekte